për të ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29 datë 30/3/2023 për tatim mbi të ardhurat, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Pika e 8 projekt ligji për disa shtesa në ligjin numër 9632 datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 87/2019 për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit të ndryshuar, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Pika e 10 projekt ligji për marrëveshjen e paqes fiskale, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Pika 11 projekt ligji për rivlerësimin e pasurisë palujshme, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Pika 12 projekt ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Pika 13 projekt ligji për buxhetin e vitit 2026, shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi. Projekt ligji për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Pika 15 projekt ligji për gjuetin. Pika 16 projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 155/2020 për ndryshimet klimatike. Pika 17 projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 80/2021 për regjistrimin e organizatave jo fitimprurëse të ndryshuar. Pika 18 mocion me debat për gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e raportit final të OSP-ODIR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Pika 19 projekt vendimi për zgjedhjen e avokatit të popullit. Pika 20 projekt vendimi për një ndryshim në vendimin numër 104/2025 për ngritjen në komisionit për auditimin e sektorit publik në përbërje të komisionit përhershëm parlamentar për ekonominë, punësimin dhe financat. Pika 21 diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështjet sipas rendit ditës. Pika e parë është miratimi i proces verbaleve të seancave plenare, datave 2 dhjetor 2025 dhe 4 dhjetor 2025. Proces verbalet i keni marrë në rrugë elektronike. Nëse nuk ka vërejtje për proces verbalin, zoti Bido, urdhroni. 2 minuta. Nderuar kryetar, 2 vërejtje për proces verbalin. Në seancën e datës 4 dhjetor në faqen 61 është shënuar gjatë fjalës time edhe gjykatës shkallës parë të apelit dhe gjykatës të lartë Strasburgut, duhet jetë edhe gjykatës shkallës parë edhe të apelit dhe gjykatës të lartë dhe Strasburgut, ndërsa për seancën e datës 2 dhjetor në faqen 30, prapte citimi im, unë e di që kur ju thonë juve bojkotoni flamurin e keni mendjen të flamur tjetër, flamuri dytë pavarësisht se le themi në pikpamjen e rëndësisë është më pak i rëndësishëm se flamuri parë, duke qenë se është emër i posaçëm, duhet me fat të madhe. Faleminderit. Faleminderit, atëherë shërbimi redaktorëve të bëj reflektimin në proces verbal të vërejtjeve të deputetit. Nëse s'ka vërejtje të tjera, proces verbali miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë atyre ditëve janë depozituar 3 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave, 1 projekt ligj nga deputet. Ju njoftoj se me shkresën numër 3853 datë protokollit, datë 5/12 miratuar për verbalin. Kaloj tani. Është paraqitur në kërkesë për tërheqjen e nënshkrimit të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike mbi mbështetjen e kandidatëve për avokatin e popullit. Në shkresë është kërkuar një proces transparent dhe gjithëpërfshirës, po citoj shkresën, për emërimin e institucioneve të pavarura kushtetuese. Gjithashtu kjo shkresë kërkon që të mbahet në konsiderat qëndrimi i tyre edhe pse kjo çështje ende nuk i ka kaluar për shqyrtim dhe miratim seancë plenare. Duke qenë para faktit se Komisioni Përgjegjës për çështjet ligjore dhe administratën publike ka përfunduar procesin e shqyrtimit kandidatura për avokatin e popullit dhe i ka përcjell seancës plenare për votim 6 kandidatura, të cilat kanë plotësuar kriteret ligjore. Kjo pikë është përfshirë në rendin e ditës së seancës plenare të sotme datë 11/12/2025. Por kërkesa e paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike është pra për mos përfshirje në rendin e ditës, kështu që si kryetari i kuvendit kam detyrimin që të kaloj në votimin e kësaj kërkese, nëse grupi nuk ka mendim të ndryshëm. Pra, sipas procedurës, të lutem ta mbaroj fjalën, fjala do të jetë për ju pastaj. Ta mbaroj fjalën, sipas procedurës, kërkesa juaj për mos përfshirjen në rendin e ditës apo për heqjen nga rendi i ditës i njoftuar, hidhet në votim pasi të kemi dëgjuar 10 minuta, një fjalë pro dhe një fjalë kundër.
Në këtë pikë jemi tani. Zoti Klliçi, për procedurë. Për procedurë, Po pra, zoti Klliçi, për procedurë. Atëherë, zoti kryetar, duke parë në ditës që në pikën 18 ju keni përfshirë projektvendimin për zgjedhjen e avokatit popullit, ja u kemi bërë të ditur me shkrim në mënyrë zyrtare në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike qëndrimin ton mbi këtë proces. Në datë 5 dhjetor 2025, me shkresën numër protokolli 3853 të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ju zyrtarisht jeni njoftuar për tërheqjen e të gjitha firmave të deputetëve të Partisë Demokratike për të gjitha kandidaturat që janë paraqitur para Komisionit Ligjeve për të garuar për pozicionin e avokatit popullit. Në listën e kandidaturave janë 26 kandidatura, por sigurisht aty ndodhet dhe lepuri Surelit, në këtë rast Endri Shabani, i cili sot po plotson dhe po çon deri në fund skenarin e kësaj mazhorance, të paralajmëruar javë më parë në këtë foltore se avokatin e popullit këtë radhë do ta merrte Partia Socialiste. Është thënë këtu në këtë foltore nga deputet kësaj mazhorance, në mos gaboj ka qenë i pari Jerio Mile, që e ka thënë më pas ka qenë Ulsi Manja. Që t'jemi të qartë për qëndrimin ton. Qëndrimi ynë është i prerë. Sot që ne flasim, asnjë nga 26 kandidaturat për avokat popullit nuk i ka firmat e deputetëve të Partisë Demokratike për të garuar në këtë pozicion. Nëse i riktheheni precedentit të vitit 2022 në këtë sallë, keni pranuar tërheqjen e firmave gjatë seancës plenare, jo më një javë përpara procesit. Ka qenë rasti i votimit avokatit popullit dhe janë tërhequr në këtë sallë firmat për Ledio Brown, Dorian Gjomarkajn dhe një kandidaturë të tretë Bledar Dervishin dhe e keni pranuar po ju kjo mazhorancë. Kështu që qëndrimi ynë sot është i qartë. Partia Demokratike nuk merr pjesë fare në këtë farsë, për sa kohë nuk tërhiqni emrin e Endri Shabanit nga lista e propozimeve. Kandidaturat zyrtare të Partisë Demokratike në zbatim dhe të vendimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Ne jemi të gatshëm që nëse kemi 5 minuta apo 10 minuta kohë dhe marrim pushim në këtë seancë, të mbledhim firmat për të paraqitur zyrtarisht një kandidaturë apo dy në emër të opozitës, por tani që ne flasim, asnjë prej kandidaturave që ju kërkoni të hidhni në votim ditën e sotme nuk është e lishme për të kaluar në votim. Kjo është lista me 44 firma të deputetëve të Partisë Demokratike dhe është absurde që ju vijoni të çoni skenarin e kapjes së institucionit avokatit popullit përpara. Kemi njoftuar të gjitha institucionet ndërkombëtare, gjithsesi diplomatike në vend për këtë. Ta përfundoj fjalën, lutem. Edhe 30 sekonda, lutem, për ta mbaruar, nuk e zgjas më shumë. Dhe duke marrë parasysh edhe progres raportin e fundit, sigurisht ky është një shqetësim për sa i përket akaparimit edhe të institucioneve kushtetuese nga persona me peshë politike dhe dukshëm në këtë rast kemi të bëjmë me një ish kryetar partie dhe me një funksionar në Këshillin Bashkiak. E them dhe një herë, Endri Shabani nuk përfaqëson vullnetin e Partisë Demokratike dhe kandidaturat tona janë zonja Adriana Kalaja dhe zoti Besim Drejgjoni. Faleminderit. Zoti Sali Berisha, procedurë.